Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një temë që ndikon drejt për drejt në energjinë, humorin, kujtesën dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Cilësia e gjumit. Shumë njerëz mendojnë se mjafton të flenë 7 apo 8 orë dhe çdo gjë është në rregull. Por e vërteta është se gjumi nuk varet vetëm nga koha, por edhe nga zakonet që keni para dhe gjatë tij. Ka disa sjellje të përditshme që duken të pafajshme, por që prishin ciklin natyral të gjumit dhe ju bëjnë të zgjoheni të lodhur edhe pse keni fjetur mjaftueshëm. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Në këtë video do të shohim 10 faktorë shumë të zakonshëm që ndikojnë negativisht në gjumë dhe pse rregullimi i tyre mund të ndryshojë totalisht mënyrën si ndiheni çdo ditë. Telefoni dhe ekranet para gjumit. Një ndër arsyet më të mëdha pse njerëzit nuk flenë mirë është ekspozimi ndaj ekraneve para gjumit. Telefonat, tabletët dhe televizorët lëshojnë dritë blu e cila bllokon prodhimin e melatoninës, hormoni që jep sinjal trupit se është koha për të fjetur. Kur përdorni telefonin në shtrat, truri juaj merr sinjal sikur është ende ditë. Për më tepër, përmbajtja që shihni, rrjetet sociale, lajmet, videot e mbajnë mendjen aktive dhe të stimuluar. Kjo bën që të vonoheni për të fjetur, të keni gjumë më sipërfaqësor dhe të zgjoheni më të lodhur. Orari i paqëndrueshëm i gjumit. Trupi funksionon me një orë të brendshme biologjike. Kur fleni një natë herët dhe natën tjetër shumë vonë, kjo orë çrregullohet. Si pasojë, organizmi nuk e di kur të prodhojë melatoninën, kur të ulë temperaturën e trupit dhe kur të hyjë në fazat e gjumit të thellë. Kjo është arsyeja pse njerëzit që flenë orare të ndryshme zgjohen shpesh të lodhur edhe nëse kanë fjetur gjatë. Rregullsia e orarit është një nga faktorët më të fuqishëm për gjumë cilësor. Kafeina pasdite ose në mbrëmje. Kafeja është pjesë e përditshmërisë për shumë njerëz, por pak e dinë sa gjatë qëndron efekti i saj në trup. Kafeina mund të ndikojë sistemin nervor deri në 6 apo 8 orë pas konsumimit. Ajo bllokon adenozinën, substancën që krijon ndjesi natyrale të përgjumjes. Kjo do të thotë edhe nëse ndiheni të lodhur fizikisht, truri mbetet aktiv edhe në gjendje gatishmërie. Jo vetëm kafeja, por edhe pijet energjike dhe disa çajra, çokolada kanë efekt të ngjashëm stimulues. Shtrati i lidhur me aktivitete të tjera. Kur shtrati përdoret për punë, për laptop, për filma apo për ngrënie, truri nuk e lidh më me gjumin. Psikologjikisht, mendja krijon asociacione. Nëse ju përgjigjeni emaileve apo shihni seriale në shtrat, ai vend lidhet me aktivitet dhe jo me relaks. Kjo e bën më të vështirë kalimin në gjumë, sepse truri nuk merr sinjal të qartë se është koha për pushim. Darkat e rënda vonë. Tretja është proces aktiv që kërkon energji. Kur hani vakte të rënda në mbrëmje, sistemi i tretës vazhdon të punojë intensivisht gjatë natës. Kjo rrit temperaturën e trupit dhe pengon hyrjen në gjumë të thellë. Për më tepër, ushqimet e yndyrshme ose pikante mund të shkaktojnë refluks, fryrje apo parehati, faktorë që shkaktojnë zgjime të shpeshta. Kalimi direkt nga stresi në gjumë. Shumë njerëz punojnë, diskutojnë probleme apo qëndrojnë në stres deri në minutën që shtrihen, por truri ka nevojë për një fazë frenimi. Pa këtë tranzicion, sistemi nervor mbetet aktiv, rritet kortizoli dhe gjumi bëhet i vonuar dhe jo rigjenerues. Një rutinë e qetë para gjumit jep trupit sinjal se dita ka përfunduar. Dhomë shumë e ngrohtë. Temperatura e trupit duhet të bjerë pak që të hyni në gjumë të thellë. Nëse dhoma është shumë e nxehtë, trupi nuk ftohet dot, rritet djersitja dhe ciklet e gjumit ndërpriten. Ambientet e freskëta, të errta dhe të ajrosura janë shumë të favorshme për pushim të thellë. Mungesa e aktivitetit fizik. Kur trupi nuk lodhet gjatë ditës, nuk ka nevojë të madhe fiziologjike për rikuperim gjatë natës. Aktiviteti fizik ul stresin, rregullon hormonet dhe përmirëson fazat e gjumit të thellë. Personat që lëvizin rregullisht flenë më shpejt dhe zgjohen më të çlodhur. Pak dritë natyrale gjatë ditës. Drita e diellit është rregullatori kryesor i ritmit cirkadian. Kur kaloni shumicën e kohës brenda, trupi ngatron sinjalet ditë-natë, melatonina rregullohet dhe gjumi bëhet i paqëndrueshëm. Ekspozimi ditor në dritë natyrale ndihmon trupin të kuptojë kur duhet të jetë zgjuar dhe kur duhet të pushojë. Mendimet e tepërta në shtrat. Një ndër pengesat më të mëdha për gjumë është mendja që nuk ndalet. Shqetësime, plane, analiza të ditës.
Kjo aktivizon sistemin e stresit dhe e mban trurin në gjendje alarmi. Edhe pse trupi është i shtrirë, mendja vazhdon të punojë dhe gjumi vonohet ose bëhet i cekët. Teknikat e qetësimit mendor si frymëmarrja e thellë apo shkrimi i mendimeve ndihmojnë shumë në këtë aspekt. Gjumi cilësor nuk varet nga një faktor i vetëm, por nga një kombinim zakonesh që ndërtuan çdo ditë. Kur reduktoni stimulimin nga ekranet, mbani orar të rregullt, ushqiheni lehtë në mbrëmje dhe krijoni një ambient të qetë, trupi fillon të rikuperohet më mirë natë pas nate. Rezultati nuk është vetëm më shumë energji në mëngjes, por përqendrim më i mirë, humor më stabil dhe shëndet më i fortë afatgjatë. Gjumi i mirë nuk është rastësi, është rezultati i zakoneve të duhura. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.